po të lexosh strategjinë e sigurisë kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe strategjinë e re të mbrojtjes, sheh qartë Shtetet Bashkuara të Amerikës po të rriqen nga Ballkani, nuk po shkon drejt Ballkanit. Kjo është pak interpretimi im, që fokusi është hemisfera e perëndimit. Europa është më pak fokus, duke qenë Europa më pak fokus, edhe Shqipëria dhe Kosova sigurisht ngelen më pak fokus. Nga ana tjetër, Shqipëria dhe Kosova janë bërë pjesë e bordit të paqes, dy prej të parë, dy vendet e para në fakt në Ballkanin Perëndimor që u ftuan për të bërë pjesë e bordit të paqes dhe panda atë bisedën shumë të ngrohtë midis presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentit Trump. Kuptohet një bisedë shumë e ngrohtë dhe shumë e mirë që sigurisht si shqiptarë do ta bëjnë patjetër krenar. Nga ana tjetër, Shqipëria dhe Kosova ishin pjesë e listës së 75 vendeve, të cilat qytetarët e cilëve nuk mund ta aplikojmë dot më për viza në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për viza emigracioni, për ta shpjeguar, për që të qartë se ka pas goxha dezinformim dhe për atë pjesë. Ndërkohë që Serbia ishte i vetmi vend që nuk u bë pjesë në këtë listë nga Ballkani Perëndimor. Pra, ai që duhet të them Mario është ka ai që në anglisht quhet mixed signals, pra ka sinjale të përziera në raport me çfarë qëndrimi ka administrata amerikane dhe Shqipërisë dhe Kosovës. Ka interese nga Europa.